Vllaznia e futbollit të femrave është pranë kalimit në turin e dytë të UEFA Women's Europa Cup, pasi ka kaluar me sukses në ndeshjen e parë që e fitoi me rezultatin 2-0 në Loroboriçi me nën kampionen e Ukrainës Kolos Kovalivka, pas ditën e së mërkurës ku çeblut e drejtuara nga Nikolin Leka do të luajnë ndeshjen e dytë në po të njëjtin stadium me këtë skuadër. Një sfidë e rëndësishme pasi në përfundim do të përcaktohet edhe ekipi që kalon në turin e dytë. Fitoria në ndeshjen e parë jep vllaznisë sigurinë dhe avantazhin të jetë më pranë kualifikimit, por gjithsesi trajneri Leka thotë se duhet që në fushë vajzat të tregon të kujdesshme për të administruar avantazhin dhe riparuar gabimet e ndeshjes së parë. Këtë vit kanë ardhur shumë lojtarë të reja, kanë dojnë kohën e vetë të harmonizohen me grupin, të harmonizohen me mënyrën e lojës që let vllaznia dhe nga ndeshja në ndeshje vajzat kanë filluar mu harmonizu. Na do të jemi shumë kujdesshëm. Normalisht që e njejmë kualifikimin, normalisht që na do të bëjmë hysmetin punë që të kualifikohemi, sepse nuk do të lajmë vetëm fitores në ndeshjes parë, sepse futbolli ka të papritura të veta, por to pak ditë që kemi pas dispozicion e na mundu që ato gabimet e ndeshjes parë, pavarësisht se fituame, ato gabimet e ndeshjes parë të riparojmë që në ndeshjen e dytë të nxjerrim një lojë sa më të bukur dhe normalisht edhe me fitore, sepse do të jena 100% në lojën në ndeshjen e dytë që të kualifikohemi. Pra nuk do t'ja lëmë vetëm ndeshjes parë. Të luash të dy ndeshjet në fushën tënde, janë shanset më të mëdha, jena para publikut tonë, ti publik të jashtëzakonshëm që na mbështet vazhdimisht në çdo ndeshje. Por gjithmonë çdo gjë don kujdesin e vet. Dhe ne do të kemi kujdesin, do të bëjmë kujdes që të punojmë fort, të shënojmë dhe mos të psojmë. Në të njëjtën linjë janë edhe kapitenja Megidoçi dhe qendërmbrojtësia nga Kosova Arbiona Bajraktari, që krahas të tjerave i bëjnë thirrje tifozërisë të mbështesë në shkallët e stadiumit. Është një ndeshje që presim me emocion, duke pas parasysh që janë ndeshje të Kupave të Europës, dhe ne gjithmonë presim për këtë ndeshje. Patjetër që pritet shumë prej nesh, sidomos nga tifozat, nga qyteti dhe nga gjithë Shqipëria, sepse jemi vetëm një ekip që kemi treguar që dim bëjmë mirë në Kupat e Europës. Kështu që pritet me emocion, do t'ju bëj thirrje gjithë tifozave të jenë pranishëm stadium, sepse janë mbështetja jote e vetme, të shkëlqejnë si gjithmonë me praninë e tyre në stadium dhe të bëhen rasin për ne, sepse kemi nevojë për mbështetjen e tyre, edhe ne të bëjmë maksimumin dhe të japim më të mirën që t'i bëjmë krenarë dhe të dalin krenarë nga stadiumi. Po, është e vërtet, ndeshja parë është mbyllur me rezultat 2-0, por për të arritur drejt suksesit dhe qëllimit tonë duhet të harrojmë ndeshjen e parë. Ndeshja e ditës së nesërme është vendimtare dhe duhet me patjetër fitore. Të gjithë ata që kanë përcjell futbollin e vllaznisë femrave dinë që prej viteve të kaluara ka pas ndryshim shumë të madh mes si vjet. I është dashur shumë kohë mbas lojtarëve të reja që të ambientohen me ekipin, por tani jemi drejt ngritjes performancës së ekipit. Kemi luajtur Shkodër, kemi ditë që mbështetjen e tifozëve do ta kemi patjetër. Uroj që edhe këtë ndeshje të kemi mbas edhe më shumë se herën e kaluara, sepse janë një mbështetje shumë e madhe për ne.